3 Korik. Lajmi mirë, Perëndia është i lumtur. Sipas Ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi, e parë Timoteut 1:11. Kjo është një frazë e bukur të letra e parë Timoteut, e mbuluar poshtë sipërfaqes tepër të njohur të fjalëve më në modë të Biblës. Gjithsesi, pasi e ke gërmuar, tingëllon kështu: sipas lajmit të mirë të lavdisë të lumit Perëndi. Fjala i lum nuk do të thotë i lavdëruar, por ka kuptimin i lumtur. Një pjesë e madhe e lavdisë së Perëndisë është lumturia e tij. Për apostullin Paul ishte e pakonceptueshme që Perëndis t'i privohet gëzimi i pafundëm dhe ende të jetë plotësisht i lavdishëm. Të jesh pafundësisht i lavdishëm do të thotë të jesh pafundësisht i lumtur. Ai përdori frazën lavdisë të lumit Perëndi, sepse është gjë e lavdishme që Perëndia të jetë i lumtur ashtu siç është. Lavdia e Perëndis konsiston më së shumti në faktin që ai është i lumtur përtej çdo përfytyrimi. Siç tha edhe predikuesi i madh i shekullit të 18, Jonathan Edwards, pjesë e plotësisë së Perëndis të cilën ai e komunikon është lumturia e tij. Kjo lumturi qëndron në gëzimin dhe shijimin e vetes së tij. Këtu qëndron gjithashtu edhe lumturia e krijesës. Kjo është pjesë thelbësore e Ungjillit, thot Pali. Ungjilli të lavdisë të lumit Perëndi. Është lajm i mirë që Perëndia është lavdishëm i lumtur. Askush nuk do të donte ta kalonte përjetësinë me një Perëndi të zymt dhe të trishtuar. Nëse Perëndia nuk është i lumtur, atëherë synimi i Ungjillit, që të jemi me Perëndin përgjithmonë, nuk është një synim i lumtur dhe kjo do të thotë se nuk do të ishte fare Ungjilli. Por, në fakt, Jezusi na fton ta kalojmë përjetësinë me një Perëndi të lumtur kur thotë: hyr në gëzimin e Zotit tënd. Mateu 25:23. Jezusi tha te Gjoni 15:11. Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Jezusi foli, jetoi dhe vdiq që gëzimi i tij, gëzimi i Perëndis, të jetë në ne dhe që gëzimi ynë të jetë i plot. Prandaj, Ungjilli është Ungjilli i lavdisë të lumit Perëndi.